Përshëndetje të dashur miq, ja ku takohemi sërish së bashku për të bërë një përmbledhje në fakt me atë se çfarë ndodhi sonte. Unë që në video komentimin që bëra për prajmin e natës së sonte, tregova që nata e sonte do të jetë një natë e bazuar në debate, në ngjarje, sepse debatet konkretisht kanë qenë shumë prezente në shtëpinë e Big Brotherit, por shumë e bazuar edhe në rikthimin e Eglit në shtëpi, një rikthim tepër i ftohtë, një rikthim jo siç ishte më herët, një vajzë tepër e egër në marrëdhënie me Gjestin dhe sonte vërejtëm nga qëndrimet e saj shumë të ftohta, shumë të egra, do me thënë që ajo tashmë ka përzgjedhur në këtë shtëpi të mbajë me Gjestin. Gjesti edhe sonte deklaroi se nuk është i qartësuar për marrëdhënien që Egli ka dhe për mënyrën se si Egli dëshiron ta vazhdon këtë situatë. Situata mbeti tërhiqje penin mos e kput, Egli ka përzgjedhur që të shkon kështu në lojë, ndërsa Gjesti, siç duket, nuk po ndryshon fare, por ka energji shumë të bukur për të vazhduar lojën e tij. Debate shumë të forta, diskutime, hatërmbetje, një televotim interesant që do ta nxjerr Olën nga shtëpia. Më komentoni si ju duk prajmi natës së sonte dhe çfarë përshtypje ju la të gjithë juve.